Një tjetër ngjarje e rëndë na ka pikëlluar të gjithëve. Vrasja e Picierit nga miku i tij, nga kuzhinieri, është një ngjarje shumë e rëndë, e cila tregon që shoqëria shqiptare është një shoqëri në depresion, është një shoqëri në ankth, është një shoqëri në stres, e cila reagon në mënyrë të tillë. Pra, për një fjalë goje, ne fillojmë dhe heqim qathe dhe vrasim shokun ton, vrasim mikun ton, vrasim kolegun ton, ku punojmë çdo ditë. Kjo tregon që jemi ende një shoqëri në tranzicion, një shoqëri në depresion, e cila do zgjidhje emergjente nga institucionet, duhet një nisëm, një reformë thelbësore, një reformë imediate lidhur me zgjidhjen e problemeve sociale, sepse kemi punëtor të stresuar, kemi punëmarrës të stresuar, kemi punëmarrës të papaguar, kemi punëmarrës që paguhen keq, kemi një slllavërim të punëmarrësve në vendin tonë, të cilët shikohen ende si sllëvër dhe jo si partner, jo si bashkëpunues, jo si partner në zgjidhjen e problemeve dhe jo si partner të punësuar. Kështu që nisma ligjore duhet të jenë duke filluar nga sigurimi minimumit jetik, duke filluar nga paga minimale, e cila duhet të jetë jo më pak se 60.000 lekë të reja, duke filluar me nisma të tjera, siç është partneriteti shtet-privat, për sa i përket konsultimit të problemeve, duhet që punëmarrësit të kenë një kontroll riguroz, pra edhe për sa i përket problemeve që ata mund të kenë, një kontroll psiqik nga ana e shëndetit mendor, por edhe një kontroll psikologjik. Pra, këto zgjidhen vetëm nga bashkëpunimi mes shtetit dhe privatit. Këto ngjarje janë të papranueshme për një vend i cili aspiron të futet në Bashkimin Evropian. Duhet që këto nisma ligjore dhe mbështetje financiare nga ana e shtetit do të bëjnë të mundur që mos kemi qytetarë të cilët largohen çdo ditë. Me këto ngjarje ne kemi shqiptarë të cilët po e mendojnë jetesën në vendin tonë. Kështu që ne duhet të ngrem zërin për zgjidhjen e këtyre problemeve, se këto janë probleme të përditshme dhe ne pothuajse çdo javë kemi ngjarje të tilla. Ngjarje ku marrja e jetës së një qytetari është vetëm për ego, është për probleme të cilat mund të ketë,